Paqësorë dhe jemi paqësorë. Nuk kemi qenë asnjëherë luftë-nxitës, sepse ne asnjëherë nuk I kemi sulmuar ata në Berov apo diku tjetër në Bullgari apo në Serbi. Kurse slavët neve gjithmonë na kanë sulmuar në trojet tona stërgjishore të Shqipërisë. Andaj ne nga këtu u bëjmë apel slavëve dhe bashkë punëtorëve të tyre shqipfolës që të ndërpresin dhunën ndaj popullit shqiptar, ndaj nënës shqiptare, ndaj familjes shqiptare dhe mbi tokën e lashtë shqiptare, sepse kjo tokë është e jona, nuk është e slavëve dhe asesi e bashkëpunëtorëve të tyre. Prandaj, ne jemi tubuar edhe në të kaluarën, por edhe sot jemi tubuar dhe nga këtu kërkojmë nga slavët të heqin dorë nga shqiptarët, sepse shqiptarët do të mbrohen siç kanë ditur gjithmonë të mbrohen. Për këtë ne kërkojmë paqë. Nëse ju kërkoni luftë, ju kërkoni luftën. Ne do të kërkojmë paqen, andaj lironi shqiptarët nga burgjet slave. Lironi shqiptarët nga burgjet slave, sepse Maqedonia është e jona dhe nuk është e slavëve. Roft populli shqiptar. Roft Republika Shqiptare e Maqedonisë, sepse slavët dhe grekët se ngjejnë emër për Maqedoninë, kurse ne kemi emrin. Ai emër është Republika Shqiptare e Maqedonisë, se gjithmonë të trojet kanë qenë shqiptare dhe asnjëherë slave apo helene. Roft populli shqiptar, roft Shqipëria.